Unaza perëndimore në Shkodër ndodhet në kushte të vështira për shkak të amortizimit të infrastrukturës rrugore. Pothuajse gjatë gjithë këtij segmenti, një pjesë e pusetave janë të çembura, ndërsa janë krijuar edhe gropa të mëdha, duke vështirësuar lëvizjen për drejtuesit e automjeteve që udhtojnë në këtë rrugë, ndërsa vëret që në këtë segment ka nisur edhe dëmtimi i korsive të biçikletave. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për rehabilitimin e rrugës, pasi gropat e hapura bëhen shkak edhe për aksidente. Të ka shqetësime për gjithë ditë, sidomos një ky kryqëzimi jeton. Edhe ai kryqëzimi atje që janë të dyja problematik, se komplet kjo zonë këtu, që shkojnë fëmijët e shkolla këtu s'ka pik kujdesit shoferit. Syrë ku ka bordurën dhe ecë me shpejtësi të madhe, nuk na lën as i seni do. Dhe syrë grop aty për te, grop këtej. Grop zjedh kanë edhe kur çfarë rregulli tash 10 vjet e këtera nuk kanë këtë vend. Gropa atje ka më shumë se 10 vjet që është edhe se let kush. Edhe këto të tjera të këtenen, as ka bunge si kush tash vonë kanë vënë dhe këto që kanë vënë. Ka pas aksidente këtu, një 5-6 deri tash. Sa dëshoj. Gropat, po si në rrezik janë për zotin, këtë ishe vetë. Për ditë kalojmë ne. Si më tepër me kam, ose me biciklet, por që pengojnë i fje këto lokalet dhe serviset e pengojnë të blokojnë qarkullimin e makineve, bicikletave. Unaza perëndimore është një ndër rrugët me fluks të lartë lëvizjesh, kryesisht automjeteve dhe përdorruesve të biçikletave.